Seanca paraprake për Erion Veliaj në shtyrë për të 11 herë, pasi gjykata i dha kohë avokates së caktuar kryesisht Valentina Teodoreski të takojë kryebashkiakun në paraburgimin e Durrësit. Mbrojtja e Veliajt insistoi për vënien në dispozicion të gjitha akteve hetimore, kërkesë që u rrëzua nga tokat e zeza. Avokati i revokuar i Veliajt Artan Gjermeni tha për mediat se nuk kanë rëndësi afatet e kësaj faze procedurale, ku gjykata duhet kalojë për gjykim, ta kthejë për plotësim aktesh apo të pushojë çështjen, sesa bërja e një procesi të rregullt ligjor. Pra ligji ka probabilitetet, ka vendimarrjen e pushimit, ka probabilitetin e kthimjeve të çështjes për hetime të mëtejshme, marrjeve provave të tjera dhe dërgimin e çështjes në gjykim. Probabilitete ligjore. Atëherë procesi i rregullt dhe ligjor prevalon mbi çdo afat tjetër. Nuk ka vlerë të cënohet procesi i rregullt dhe ligjor mbi afatet fikse procedurale, siç është dhe ai 1 mujor. Do të njihet me aktet në dosje dhe të ketë kontakt me avokatin e caktuar kryesisht Teodoresku. Procesi në gjykatën kushtetuese është një kontroll kushtetues. Procesi në këtë gjykatë, nivelin e shkallës parë, është një nivel procedural. Nuk ka asnjë lidhje. Seanca e radhës u la më dy shkurt, kur pritet të merret një vendim për kalim ose jo në gjykim, pasi nga të gjithë pandeurit kanë mbetur për të bërë parashtrimet Erion Veliajn dhe bashkëshortja e këtij të fundit, Ajola Xoxa. SPAK akuzon Veliajn për disa vepra penale, nga korrupsioni pasiv, shpërdorimi i detyrës, fshehja e pasurisë deri tek futja e sendeve të ndaluara në paraburgim, ku ndodhet prej 10 shkurtit të vitit 2025.